Inteligjenca artificiale po ndryshon mënyrën se si qytetarët po informohen për shëndetin, por mjekët apelojnë të kenë kujdes sepse inteligjenca artificiale nuk zëvendëson mjekun, por është një mjet që ndihmon në formimin, jo për diagnozë apo trajtim. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale publikoi një video në një postim në rrjetet sociale ku mjekët këshillojnë përdorim të burimeve të sigurta, verifikim të informacioneve dhe konsultim me profesionistët e shëndetit. Megjithatë, do duhet kemi parasysh që përdorimi i saj nga ana e pacientëve për këshilla, për diagnozë apo dhe për zgjidhje të problemeve mjekësore duhet shoqëruar edhe me këshillat lidhur me riskjet që ajo ka. Këshilla e parë do të ishte përdorni inteligjencën artificiale, por keni kujdes, mos ngelni vetëm tek ai informacion që morët. Është e nevojshme gjithmonë mbështetja këshilla nga një mjek për këtë. E dyta ka të bëjë me formulimin e pyetjeve. Mënyra se si e formulon një pyetje e orienton inteligjencën artificiale drejt përgjigjeve të caktuara. Treti ka të bëjë me kontekstin, dhe konteksti ka të bëjë me element të rëndësishëm, si për shembull mosha e personit në fjalë, me prakticitetin e çështës, mbi kostot e tjera me radhë. Së fundi është gjithmonë e rëndësishme të kemi parasysh se inteligjenca artificiale ende është një produkt në përsosje sipër. Është gjithmonë e nevojshme të kemi besim tek mjeku, empatia, profesionalizmi, njohurit, përvoja e mjekut, duket se ende janë të pazëvendësueshme nga inteligjenca artificiale, pavarësisht nga artikujt, nga kërkimi shkencor i cili vijon të na informojë në këtë fushë. Inteligjenca artificiale nuk mund të zëvendësojë kurrë doktorin. Është doktori i cili trajton pacientin, trajton individin në mënyrë specifike. Nuk mund të diagnostikojë një infarkt akut miokardi, që është një urgjencë madhore, dhe mund të keq diagnostikohet si një pneumoni, po e zëm, apo si një dhimbje stomaku, dhe personi vazhdon të rrinë në shtëpi duke pritur që inteligjenca artificiale t'i gjejë sëmundjen dhe të gjejë trajtimin. Merrni barna dhe terapi, mos bëni trajtime nëpërmjet internetit, po ato duhet të konsultoni patjetër nëpërmjet mjekut familjes dhe mjekut specialist. Kështu që një mesazh që kam për pacientët tanë është që kujdesi i vërtet dhe ai personal fillon tek vizita e mjekut. Shëndeti është pasuria më e madhe që kemi, kështu që informohuni patjetër, por mos rrezikoni shëndetin tuaj. Përdorimi i inteligjencës artificiale në informimin shëndetësor po sjell lehtësi dhe akses më të madh në informacion, por mjekët shprehin se kujdesi ndaj shëndetit kërkon gjithmonë ndërhyrje dhe këshillën e specialistëve.